Prezenca Odir që do të monitorojë zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri ka dalë me një raport të përkohshëm për ecurinë e fushatës zgjedhore dhe garës, duke ju referuar periudhës 1 deri në 21 prill. Sipas Odir, fushata që ka nisur në 11 prill ka qenë e qetë. Personalizimi i retorikës, sulmet mes liderëve të partive kryesore dhe akuzat për korrupsion e lidhje me krimin organizuar kanë dominuar debatin publik, sidomos në rrjetet sociale, konstaton misioni i vëzhgimit. Në raport bëhet me dije se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë 94 ankesa për shkelje të lidhura me fushatën, përfshirë përdorimin e aseteve publike dhe presionin ndaj nëpunësve civil. Ndërkohë, mungesa e një kuadri ligjor për fushatat në rrjetet sociale ka nxitur partitë të nënshkruajnë një kod vullnetar etik për fushatat digjitale, që synon shmangjen e gjuhës urrëties, dezinformimit dhe mungesës së transparencës sa kaq KQZ po monitoron aktivitetin online të 50 institucioneve publike, duke qenë se këto do të jenë zgjedhjet e parë në historinë e Shqipërisë ku do të votojë dhe diaspora. Sipas Odir, çështjet që kanë dominuar diskursin publik janë integrimi në BE, ekonomia dhe lufta kundër korrupsionit. Odir në fund thekson se në përgjithësi zgjedhjet e 11 majit po zhvillohen në një kontekst të tensionuar politik, të karakterizuar nga kriza besimi, hetime të profilit të lartë për korrupsion, ndarje brenda partive dhe përpjekje për të ruajtur standardet demokratike në një klim sfiduese.